Prej ditës së djeshme, autoritetet shqiptare vijojnë një operacion për goditjen e call centrave të palishëm në kryeqytet, të cilën mashtronin qytetarë të Bashkimit Evropian. Aksioni u zhvillua nga Byroja Kombëtare e Hetimit në bashkëpunim me SPAK dhe autoritetet italiane, duke shtrirë kontrollet në disa kulla luksoze në Tiranë. Gjatë aksionit, 10 persona u arrestuan, ndërsa 2 të tjerë, të cilët konsiderohen organizator kryesor të rrjetit, janë shpadur në kërkim. Policia sekuestroi kompjutera, dokumente dhe pajisje të tjera që dyshohet se lidhen me mashtrimet, ndërsa hetimet po udhëhiqen nga prokurori i SPAK-ut, Enet Nakuçi, dhe një prokuror i huaj. Sipas hetimeve, grupi përdorte skema të sofistikuara për të humbur gjurmët e aktivitetit të tij, duke ndryshuar her pas here ambientet ku operonte. Investigimi u përforcua nga një hetim i mëparshëm i emisionit italian Le Iene, ku një person i infiltrua si operator në një nga call centerat. Kur zbarkoi BKH-ja, aktiviteti i palishëm ishte zhdukur. Hetimet tregojnë gjithashtu për përfshirjen e një polici italian si rekrutues, i cili dërgonte të rinj për të punuar si operator në call centerat mashtruese të shpërndarë në Shqipëri, Çipro dhe Maltë. Autoritetet theksojnë se ky rrjet kishte një strukturë të organizuar dhe kishte krijuar për të manipuluar qytetarë në mënyrë sistematike, duke përdorur teknika të sofistikuara për të fshehur aktivitetin e tij kriminal.